Bashorti im është një proces dokumentacioni dhe nuk mund të udhtoj. Tani babai i tij, i cili jeton në Shqipëri, është diagnostifikuar me një sëmundje të rëndë dhe bashorti im thotë që do të lejë gjithçka që kemi ngritur deri tani atje dhe do të kthehet në vendlindje për të përshëndet babain dhe më thot mua që do të vi të jetojmë në Shqipëri, po unë nuk kam dëshirë as pak. Ti motra ime futi i tas llall, merri tas të madh llalle, hidhi pak krip, leje në frigorifer. E sa herë të mërzitesh për këtij muhabeti, futi i tas llall, themi ne. Këtij burrit bravo i qoftë, duhet vike prindrit e vet, duhet i bëj zmet prindërve të vet, që e ka danoç, burr që e ka tamam musliman i mirë, besimtar i vërtet, u dogjën letrat, u poqën letrat, u përcollosën letrat, u thymosën letrat. Baba është më i rëndësishëm se gjithçka tjetër. Kështu këtij halal i qoftë, ti që mërzitesh, ta dhash recetën. I tas llall, bëj me pak ujë, çik krip, pak fare krip, lëre në frigorifer, edhe pije sa herë të vi menimi që mërzitesh. Kur të marroj ky tas i llalltës, futi tas llalltë tjetër, edhe ke për të rregullu, s'ke për të pas më probleme.